Përshëndetje nderuar miq, kam kënaqësinë të kem të ftuar në këtë intervistë në emër të njohur të botës akademike, profesor doktor Edmond Panariti. Zoti Panariti ka mbaruar studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe është specializuar në disa shtete si në Zvicër, Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vim të karrierës së tij ka mbajtur pozicione të rëndësishme në drejtimin e institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare, ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ministri i Bujqësisë, si dhe ministri i jashtëm. Zoti Panariti, mirë se erdhët në këtë intervistë. Kënaqësia është ime, faleminderit për ftesën, zoti Tarçaj. Eksperjenca juaj e gjatë dhe larmishme, sidomos në fushën e arsimit, është pasuruar në vim të karrierës edhe me një eksperiencë tjetër në fushën e politikës. Ju ku jeni ndier më mirë, në fushën e arsimit ku vijoni të kontriboni, apo në politikë, që jeni përfshirë me një eksperiencë me të vërtet të pasur pas studimeve që keni kryer? Formimi im është formim akademik, për arsye sepse që nga viti 1984, kur unë mbarova Universitetin Bujqësor, Fakultetin e Veterinarisë, pata shansin e rrallë në atë periudhë që të emërohesha në një institucion kërkimor nga më të rëndësishmit e Shqipërisë, Instituti Kërkimeve Veterinare. Pra ju dedikova që në fillim karrierës shkencore dhe asaj akademike në këtë institut, ku u profilizova pastaj në drejtimin e toksikologjisë dhe të radiobiologjisë. Më pas, siç e përmendët dhe ju, kjo u pasurua edhe me përvoja ndërkombëtare në kërkimin shkencor, në 2 bursa Fulbright në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe bursat e DAD në Gjermani, për një periudhë goxha të madhe e kohë, por formimi im bazë pas universitar ka qenë në Zvicër, në Universitetin e Zyrjut dhe në Shkollën Politeknike Federale të Zyrjut. Pastaj, në mënyrë natyrshme, nga angazhimi direkt në kërkimin shkencor, kalova në një pozicion më managerial, pra pata oferta nga organizata ndërkombëtare, nga organizata botërore shëndetësisë për të qenë drejtues projekti, pra kalova në një pozicion administrues. Pra, kjo i shërbeu kompletimit të përvojës time, jo thjesht në kërkim, por dhe në administrim. Dhe krijoi edhe një start të natyrshëm pastaj për të dhënë kontributin tim në politikë. Kështu që unë ndjej veten kryesisht si pjesë e botës akademike, sigurisht i hapur për të kontribuar edhe në politikë, pasi siç thoshte Aristoteli, njeriu është qenie politike. Pra duhet jap përvojën e tij të akumuluar jetësore, shkencore, profesionale, edhe kur thirret për të dhënë kontribut në një nivel më të lartë. Profesor, agenda juaj e formimit profesional dhe shkencor dhe në vim edhe agenda politike ju kanë mundësuar kontakte të shumta, eksperjenca të larmishme në Europë dhe kontinente të tjera. Mësohet që keni qenë disa herë edhe në Kinë. Do të ndalemi pasi kjo rubrikë titullohet Larg por afër. Çfarë mbresash keni nga këto udhëtime? Unë kam pasur rastin për të bërë 2 vizita zyrtare në Kinë, në 2 pozicionet e larta ministrore që kam pasur, fillimisht si ministër ministri i jashtëm, dhe më pas i bujqësisë. Vizita ime ishte një vizitë zyrtare në vitin 2012 si ministër i punëve të jashtme, me ftesë të homologut tim kinez, dhe kishte 2 qëllime. Fillimisht të rimarrjen e dialogut politik. Pra unë jam i bindur, dhe kjo është bindje që unë e ruaj edhe sot, që pavarësisht konjunkturave ndërkombëtare, zhvillimeve, pozicionimeve, që shtetet të veçanta kanë në raport me këto konjunktura dhe me këto situata, dialogu politik duhet të jetë një konstante që duhet mbajtur e gjallë dhe në mënyrë të vazhduar. Prandaj rimarrja e dialogut politik që arsyeja kryesore e vizitës time dhe njëkohësisht bashkëpunimi me Republikën Popullore të Kinës në kuadrin e organizatave ndërkombëtare. Për arsye sepse kjo është një marrëveshje, është një raport me interes të ndërsjellë. Ne kërkojmë mbështetjen e Kinës për çështjet të interesit ton shtetëror apo kombëtar, dhe ata padyshim kërkojnë mbështetjen për ato gjëra që vota e Shqipërisë bën diferencën në marrëdhëniet ndërkombëtare. Diskutuam edhe për çështje të tjera specifike të bashkëpunimit ton bilateral, për diplomacinë ekonomike. Folëm dhe pastaj për disa çështje specifike, ku ka një farë ndjeshmërie, veçanërisht me krijimin e një ekuivalenti
të hapësirës dhe të pozicionit të ambasadës Republikës Popullore të Kinës në Tiranë, pasi ju e dini që ambasada jonë atje mban një pozicion qendror që nuk e kanë as ambasadat tjerë, dhe kjo lidhet me miqësinë e kahershme në vitet 70. Edhe në fushën e infrastrukturës. Pikërisht, pra është një vend i lakmuar dhe një sipërfaqe jashtëzakonisht dinjitoze, e madhe, kështu që pala kineze kërkoi padyshim me mirë kuptim që edhe ajo të kishte një hapësirë pak a shumë të krahasueshme dhe në funksion të rindërtimit, qëllimeve që kishin për rindërtimin e selisë së re të ambasadës së tyre në Tiranë. E biseduam padyshim dhe u treguam të hapur që të gjejmë modalitetet e kësaj zgjidhje, pra ekuivalentuese të pozicionit dhe të hapësirës së ambasadave. Pra ishte një vizitë e suksesshme dhe që të dy palët ruajtën se thuaç vullnetin për të vazhduar këtë lloj bashkëpunimi. Hapi dytë ishte kur isha ministër i bujqësisë. Përpara se vim tek vizita si ministër i bujqësisë, duhet të pyes profesor, ju cituat rimarrja e dialogut. Dialogu i vendosur pas një ftofje edhe ndërprerje të marrëdhënieve pas miqësisë së ngushtë dhe bashkëpunimit mjaft spikatur që kemi patur me Republikën Popullore të Kinës, si ka ndikuar rimarrja e këtij dialogu përtej raporteve edhe shkëmbimeve diplomatike, kryesisht në fushën e ekonomisë dhe zhvillimit, pasi Kina është një aktor mjaft i fuqishëm në rangun global. Do të thëshë më kujtohet një shprehje e ish-kryeministrit të Li Keqiang, të cilin unë e takova, pra pas takimin me ministrin e jashtëm kines, pas takimin me ish-kryeministrin, tashmë nuk është më të Kinës Li Keqiang, i cili më tha që unë tha e konsideroj pjesë në një brezi, po jam i fundit ama, që ruaj një nostalgji për marrëdhëniet që kemi pasur me Shqipërinë në vitet 70. Pra, ekziston akoma tek brezi on, pra ishte një brez afërsisht 60 vjeçar, një nostalgji për atë periudhë ku pati padyshim një bashkëpunim të ngushtë, dhe është mirë që ta mos ta lëm atë nostalgji të fashitët, pra të ndërtojmë diçka në një rrethan të re, në një kohë të re, mbi bazën e atij bashkëpunimi dhe që patëm në atë kohë. Dhe kjo mu fiksua mirë, që pse jo, kohët ndryshojnë, rrethanat ndryshojnë, konjunkturat politike ndryshojnë, por bashkëpunimi edhe i ndërtuar mbi eksperiencën dhe përvojën e një bashkëpunimi të ngushtë. Kina ka qenë praktikisht mbajtës ekonomisë kombëtare në atë kohë. Besoj se ju e dini. Mbante mbrojtjen me financim të drejtë për drejtë me grante apo edhe me kredi, mbante ekonominë, industrinë, madje edhe veprat energjetike kryesore kanë qenë kryesisht investime në teknologji kineze. Kështu që në këtë pikpamje, pavarësisht se tashmë Aleanca e Shqipërisë është e konsoliduar si pjesë e bllokut perëndimor, aleanca tona strategjike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, por Kina është një aktor i rëndësishëm global, me një peshë në rritje gjithmonë më shumë, qoftë në kuptimin e prodhimit përgjithshëm, të zhvillimit teknologjisë. Në këtë mes ne kemi interesat tona që përfitojmë nga ky zhvillim teknologjik në kuadrin e projekteve bashkëpunuese në të gjitha fushat e ekonomisë. Kështu që ky korridor duhet mbajtur hapur, padyshim kjo nuk ka të bëjë me pozicionimin ton politik, pasi ju e dini që Shqipëria është pjesë e NATO-s, pjesë e aleancave strategjike, dhe gjithmonë pozicioni jon politik është konform obligimeve që kemi nga antarësia në këto aleanca, por kjo nuk do ta pengojnë që ne të mbajmë të hapur dialogun politik dhe bashkëpunimin ekonomik dhe sidomos teknologjik. Dhe më shumë për ta shfrytzuar, siç u cituat, nostalgjinë si një instrument bashkëpunimi dhe forcimi i raportesh, sidomos në botën ekonomike ku mjaft sipërmarrës shqiptar kanë prioritet importet nga Kina. Ne jemi të hapur, kjo është një ekonomi e hapur dhe duhet të jesh konkurrues, pra në rast se ne kemi oferta nga një teknologji e cila ruan standardet e larta
madje edhe perëndimore, dhe njëkohësisht ruan çmim, themi, konkurrues, padyshim i prirur të shkosh drejt një oferte të tillë. Sigurisht ne jemi tashmë pjesë e integrimit në Bashkimin Evropian dhe duhet që të gjitha bashkëpunimet ekonomike, shkëmbimi i madrave të jetë konform standardeve të Bashkimit Evropian. Po kam bërë re që edhe Kina po e synon tregun e Bashkimit Evropian, pra dhe produktet e tyre po plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian. Pra po prodhohen konform themi direktivave, standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Në këtë mes, nëse kjo nuk na sjell pengesë në procesin tonë të integrimit evropian, padyshim për sa kohë që oferta e tyre mund të jetë më e lirë dhe teknologjia ruan këto standardet që kërkon Europa për investimet në fushën e ekonomisë dhe teknologjisë, pse jo? Pse jo? Kështu që duhet jemi të hapur, duhet jemi mendje hapur, duhet jemi pragmatik dhe padyshim në funksion të qëllimit që Shqipëria i ka vënë vetës për të qenë anëtare sa më shpejt e Bashkimit Evropian, duke vendosur edhe një themi vit target që është viti 2030. Si ekspert i fushës së bujqësisë, kërkimit shkencor dhe zhvillimit të qëndrueshëm, çfarë mund të përfitojë Shqipëria nga raportet dhe bashkëpunimi me Kinën? Më ka bërë përshtypje një diçka. Në vizitën time si ministri i bujqësisë, ishte një delegacion i gjerë atëherë, pata takime me ministrin e bujqësisë dhe të administrimit të ujrave të Republikës Popullore të Kinës. Ne kishim një problem të madh në atë kohë dhe unë e vura për diskutim se mënyrën se si mund bashkëpunonim për të përballuar këto sfide që ishin përmbytur, që vazhdojnë dhe sot janë përmbytur, veçanërisht në zonën e veriut, po dhe në zonën e Vjosës. Dhe kishim mungesë kapaciteteve teknike për hidrovorët. Për hidrovorë dhe për ekskavator, pra nuk kishim mjete motorike për të mbajtur kanalet e hapura për të bërë evadimin e ujrave, gërmimin, thellimin e tjerë. Kështu që unë e ngrita atë problem dhe nuk e prisja në fakt që reagimi ishte relativisht i shpejtë dhe tha që na e formalizoni një kërkesë, me qenë se jeni këtu dhe ne do t'i përgjigjemi. Kjo ishte befasuesëm, ne bëm kërkesën për 10 ekskavator dhe mbas një muaji erdhën. Domethënë, kjo ishte shumë surprizuese. Erdhën, madje më kujtohet, atëherë kam qenë edhe në inaugurimin e këtyre ekskavatorëve që erdhën dhe ishin në gjendje funksionale. Për në këtë pamje pati një përgjigje të shpejtë ndaj një kërkese. Kishim nevojë për ndërtimin e sistemeve funksionale të vaditjes dhe të kullimit, pra kërkonim edhe know-how, pra njohuri dhe u tregua një interes, por si thuash një rezultat i shpejt u arrit. 10 ekskavatorë erdhën, u futën në punë dhe pastaj u hapte rruga pastaj edhe për zhvillimet të tjera. Prandaj them që ne duhet të forcojmë bashkëpunimin me Republikën Popullore të Kinës, edhe në fushën e bujqësisë, në teknologjitë të tyre bujqësore, sidomos ka bërë përshtypje në fushën e kontrollit analitik të ushqimeve. Ata kanë një sens më praktik të zhvillimit të teknologjive të analizës, pra krahas laboratorit qendror, ata kërkojnë që inspektorët të pajisje të thjeshta. E ndjekin në zinxhir prodhimin. Portabël, pra praktikisht informacionin ta marrësh direkt në prodhim dhe mos presësh që mosra shkojnë në laborator 3-4 ditë sa të binë analizat, ndërkohë që helmimi mund të jetë i konsumuar. Kjo më pëlqeu si përqasje dhe ata na ofruan pajisje relativisht të thjeshta që unë shpreha interes për t'i pajisur inspektorët tonë, ato janë portabël si ky celular. Me këtë madhësi ai detekton problemin. Pra nuk është në gjendje të thotë nëse këtu kemi aflatoksinë apo kemi salmonel, po ama detekton praninë e një problemi të sinjalizon për rrezikun. Dhe më pas ti bën një bllokimin dhe pastaj çon në laborator për të parë realisht. Kjo tendencë prakticiteti më ka bërë përshtypje. Për së vërtetë se kam parë këto edhe në institucionet amerikane. Pra është një mentalitet i ri, pra praktikisht ata kanë sistemin e kontrollit të zinxhirit ushqimor fillojnë që nga ferma dhe pastaj në tavolinë. Dhe jo në nivel të tregut. Në treg është nevojshme. Në Europë ka qenë kryesisht kjo i besohesh qendrave të specializuara. Po dhe në Europë ndryshon tashmë mentaliteti. Duhet normalisht
mundësisht që edhe konsumatorin, nëse është e mundur ta ketë në trajtën e një aplikimi në celular dhe kur shkojë në supermarket, thjesht me një skanim të arrijë të marrë një informacion nëse ky produkt ka risk të jetë i kontaminuar apo jo. Pra duhet të jetë user friendly. Pra, këto teknika nuk janë më tashmë vetëm atribut monopoli laboratorëve, po bëhen përdorimi i përditshëm pra thjesht si konsumator edhe me një aparat siç është ky smartphone, me një aplikim mund të krijosh një ide nëse ai produkt që ti po e blen supermerkatet duke bërë një skanim tek kodi bar, ku është informacioni apo thjesht edhe me një vrojtim, tashmë është futur inteligjenca artificiale, me një vrojtim fotografik, si përfaqësor, merr një ide paraprake për çështjen e gjendjes së të këtij produkti. Pra, gjithë sistemi i zinxhirit ushqimor duhet tashmë të hapet. Nuk mund të jetë vetëm monopoli laboratorëve qendror, të cilët padyshim janë të rëndësishëm, po janë faza finale. Por duhet të jemi në gjendje që ta parandalojmë. Dhe këtë lloj e pash atje në Kinë, edhe në ato vizita që pam në institucion, ata zhvillojnë teknika të shpejta, mundësi që mbajtjen në çantë, kite diagnostike, kujtohet në periudhën e Covidit. Periudhën e Covidit, edhe me strip teste mund të bëjë një analizë për të parë ishte pozitiv apo jo. Pastaj shkojë në Institutin e Shtetit Publik për të përcaktuar si ishte shkalla edhe për ta serovizitu. Pra, kjo lloj përqasje, ky lloj vizioni, mua më pëlqen sepse është më praktik, është më parandalues dhe këto shtete, siç janë Kina, po dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, i ofrojnë këto teknika tashmë edhe si pjesë komerciale. Normalisht ti mund t'i blesh direkt nga qendrat e autorizuara, t'ia japësh inspektorëve dhe mos presësh që inspektori të jetë vetëm marrës dhe mbartës i mostrave për t'i çuar në laborator, i cili në raftet e tij mund të ketë edhe me qindra të tjera kur t'i vi rralla, por të jetë në gjendje për të kryer një vlerësim të cilësisë dhe sigurisë produktit ushqimor. Dhe këtë e vura re. Prandaj ishte një vizitë shumë interesante, frutëdhënëse, siç thash, nuk dolëm me duar bosh, por hapëm rrugën edhe për zhvillimet e tjera. Prandaj edhe një herë për të bërë një përmbledhje, unë mendoj që partneriteti me Republikën Popullore të Kinës duhet të jetë në nivel politik konstant. Unë i kësaj përqasje kam qenë. Nuk jam i veprimeve të mbylljes hermetike dhe të thjesht për shkak të një pozicionimi politik të partnerit tënd që nuk shkon me pozicionimin tënd politik për të mbyllur urët, sepse pastaj për t'i rindërtuar është e vështirë. Është shumë kollaj për t'i ndërprer, po për të rimarrë edhe një herë urat, sepse krijohet mosbesim e dialogut, kërkohet shumë investim. Prandaj duhet të jemi të zgjuar, të matur, të kujdesshëm për të ruajtur, si thua, partneritetin ton edhe me shtete, me të cilët ne nuk ndajmë një qëndrim unison politik. Dhe besoj që një leksion vjen nga bota sipërmarrjes, nga prakticiteti i sipërmarrjes shqiptare, të cilët janë një hap përpara politikës dhe diplomacisë, duke u nisur nga interesat e ndërsjellta, sidomos nga interesa e sipërmarrësve shqiptar. Padyshim, ata janë që e ndjejnë të parë dhe reflektojnë të parë dhe nuk presin orientime politike për të parë se cili treg është i leverditshëm. Sipërmarrësi kërkon fitim dhe kërkon kosto sa më të ulët, çmim sa më të favorshëm. Dhe nëse partneri që ka përballë nuk e ofron këtë, e ndryshon kaun dhe krijon lidhje të reja. Dhe prandaj po shikon këtë tendencë, pasi edhe tendenca e Kinës për të futur, do thoja, në mënyrë të vendosur në tregun europian, dhe këtë e bën natyrisht edhe me çmime proporcionale. Dhe të ulta ka bërë që të kemi një fluks në rritje të madhrave kineze, duke filluar nga makineritë, nga makinat elektrike që po shikojmë. Makinat, pajisjet, teknologjia. Dhe padyshim për sa kohë që këto plotësojnë standardet që ne kërkojmë edhe në raport me integrimin në Bashkimin Evropian, kjo nuk të pengon, pastaj bëhet çmimi përcaktues i faktit nëse ti do të zhvillosh kontratë blerje me Kinën apo me Gjermaninë, me Italinë e tjerë. Kështu që do të jemi të hapur. Unë mendoj që në një botë të tillë globale, ku tregjet lëvizin, konjunkturat ndryshojnë, Shqipëria duhet të jetë kujdesshme, duke ruajtur gjithmonë, edhe një herë po e theksoj, pozicionin e saj solid si pjesë e aleancës strategjike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n,
por në kuptimin e bashkëpunimit ekonomik dhe dialogut politik, gjithmonë porta duhet mbajtur e hapur. Profesor, faleminderit, kemi ardhur në fund të intervistës. Ishte kënaqësi që u kisha në këtë intervistë. Faleminderit shumë Kosovë një eksperiencë mjaft të gjerë dhe të spikatur. Faleminderit. Të nderuar miq, që ishim në këtë intervistë mjaft interesante me profesor doktor Edmond Panaritin, folëm për botën e arsimit, për kërkimin shkencor, për diplomacinë, politikën, shkëmbimet dhe raportet ndërkombëtare, duke fokusuar edhe tek përvoja dhe raportet e Shqipërisë me Republikën Popullore të Kinës. Faleminderit që na ndoqët.